Përshëndetje, përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 13 maj të 2025. Është një ditë që kërkon vëmendje, sepse kemi dy aktivitete planetare. Ndikimet që kanë të bëjnë në këto planetet që do të thotë Dielli me Uranin në njëra anë, Afrodita me Jupiterin në anën tjetër. Këto katër këndshra nuk lejohet të bëjmë gabime. Nëse diçka nuk e dim mirë, nuk mund themi e dim, sepse do ta paguajmë vetë dëm që shkaktohet. Kjo ditë është mirë më tepër të ndëgjojmë, verifikojmë, të vendosim. Ndëgjojmë, verifikojmë, të vendosim. Jo se i dim gjitha. Dita e martë nuk është se ka një ndikim po të vini re kur thonë për shembull data 13 ditë martë. Nuk është mirë. Nuk ka lidhje. Por ka një ndikim tjetër në fushën e biznesit, diçka nuk ecë mirë, kjo ka 3 ditë plus 3 ditë minus, se ka filluar që është të shtunën në kaluar, dhe me ndikimin e Hanës Plot që qet dje në Akrep, edhe ka disa tek kuptime. Bëni kujdes. Merroni me punën tuaj. Kujdes me telefonatat, sepse disa skandale që do shpërthejnë, pikërisht në këtë ditë, të shikoni edhe vetë tu do jemi, hapni televizorin, jo po të hapni vetë ju po, vjen në mesazh në telefon, dhe shikoni. Kujdes me ata që kanë thënë në vende kyçe, kujdes me ata që çfarë kanë firmosur, a dhe shumë gjëra të tjera. Por po të jemi kam tokë, dhe se nuk dua të fus negativitet ose se nuk ka në fundi botës, jo. Gjë që rregullohen, gjë që zgjidhen janë. Por është një ditë që nuk është çfarë të shohë si duhet. Çfarë do bëjmë ne? Meqense kemi një ditë të tillë, kërkohet vëmendje. Shenja që duhet bëjmë me kujdes, ata që kanë pasur vende kyçe apo çështje kyçësore, ka të bëjnë të shenjës së Bricapit, të shenjës së Dashit, të shenjës së Virgjëreshës. Bricap, Dash, Virgjëresh. Kanë ndikime shumë të mëdha në këtë aspekt. Prandaj bëni kujdes.